Dita e sotme është një ditë e madhe në Kishën Ortodokse, e festa e dy apostujve të shkëlqyer, Shën Pjetrit dhe Shën Pavli. Vetë fakti që në liturgjinë bizantine festat e mëdha paraprihen nga një kreshëm tregon për rëndësinë e tyre. Sepse çfarë është kreshma? Kreshma është një periudhë meditimi, që nuk do thotë vetëm thjesht të kreshmosh nga ushqimet, po sidomos nga mendimet, që sytë mos shohin gjërat pahishme, veshët mos pëlqejnë thashë theme dhe shpifje, duart, këmbët e gjithë trupi njeriu duhet të jetë i përqendruar pikërisht në Perëndin. Dhe kreshma e vërtet kjo gjë është, meditimi rreth këtyre gjërave. Se ne festojmë festa, po duhet kuptojmë se çfarë festojmë. Historia e jetës së Shën Pjetrit dhe Shën Pavlit janë histori të mrekullueshme, siç jetët e gjithë shenjtorëve. Mbas Pentekostis ne kemi folur shumë për shenjtët, sepse ishte shpirti i shenjtë ai që i shenjtëroi ata. Apostujt, përpara se të merrin shpirtin e shenjtë, kishin shumë dobësi njerëzore, siç e kanë gjithë njerëzit. U trembën, nuk kuptonin disa gjëra. Ishte shpirti i shenjtë dhe dëshmia e ngjalljes Krishtit që i fuqizoi atë dhe i bëri të patrembur për ta përhapur atë lajm në 4 cepat e dheut. Dhe jeta e Shën Pjetrit është një jetë jashtëzakonisht e rëndësishme për gjithë secilin nga ne. Nëse do lexojmë vetëm episodet kur flitet në Ungjil për Shën Pjetrin, do kuptojmë gjithçka. Do kuptojmë antropologjinë e njeriu, do kuptojmë jetën shpirtërore, do kuptojmë se si mund shërohet ai, mund të kuptojmë se çfarë raporti duhet ketë njeriu me Perëndin. Le të ndalim në 2-3 gjëra të vogla të jetës së tij. Së pari, Pjetri ishte një jude i lindur në Bethsaida dhe jetonte në Kapernaum, nga tribuja e Neftaliut, dhe ishte një njeri thjesht dhe peshkatar. Ishte i martuar dhe sipas traditës ndoshta kishte një vajzë. Ishte nga të parët që u bashkua me Zotin. Vllai i tij Andrea dhe Johani ishin nxënës të Shën Joan Pakzorit. Dhe kur kaloi Krishti, e Shën Joan Pakzori i tregoi që ja qengji i Perëndis, Andrea me entuziazmin e madh, duke kuptuar që kishte gjetur Mesian, shkoi dhe i tha vllait të tij Pjetrit që kemi gjetur Mesian. E Pjetri e takoi. Dhe siç ishte natyra impulsive dhe natyra emocionale e tij, Zoti pa tek ky njeri një potencial jashtëzakonisht të madh dhe i ndryshon dhe emrin nga Simon ja vuri Pjetër, që do thot gur, shkëmb. Dhe ky shkëmb i Pjetrit është shumë i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne, sepse më vonë kur Zoti i pyet ata dhe i thot që cili jam unë, Pjetri i thot që ti je biri i Perëndis. Edhe Zoti i përgjigj duke thonë, nuk ta zbuloi mishe gjak, po Perëndia atë që është në qiell ta zbuloi këtë. Çfarë do thot kjo gjë? Do thot që ne nuk mund të arrisim dot mençurinë e deturinë për të kuptuar Krishtin e Perëndin, nëse nuk ndriçohemi nga fuqia e Perëndis. Nuk mund të arrisim dot nga forca jonë. Dhe Pjetri ishte një njeri që e dinte shumë mirë këtë gjë, sepse pas më pak, kur Krishti thot një mësim shumë të rëndë për veshët e disave, që tha nëse nuk do hani trupin tim, nuk do pini gjakun tim, nuk do keni pjesë me mua, flet për kungatën, shumë nga nxënësit u larguan, sepse u duken fjalë shumë të rënda. Dhe Zoti u drejtohet dhe rrethit më ngushtë dhe i thot, mos doni të ikni dhe ju. Pjetri i përgjigjet dhe i thot, ku të shkojmë o Zot? Ti ke fjalë jete. Dhe mbas këtyre dëshmive shumë të mëdha, kur Zoti filloi të fliste për pasionin e tij dhe pësimin që do kishte dhe për kryqëzimin, Pjetri i thot, mos të ndodhin këto gjëra. E Zoti i thot, largohu prej meje Satana, se nuk ken mend punët e Perëndis, po mendimet e njerëzve. Përse Zoti e qortoi kaq ashpër pikërisht të nxënës që e donte aq shumë Zotin? Pikërisht për treguar që shpeshherë ne mund të duam njerëz, e mund themi fjalë që na duken e shumë të mira, por në planin hyjnor nuk janë të mira. Nëse Zoti nuk do kalote nëpërmjet kryqit, nuk do arrinte ngjallja, e nuk do arrinte shpëtimi ynë. E Pjetri, si çdo njeri nga ne, ndoshta do kishte thënë po të njëjtat fjalë, që kurrë mos të ndodhin këto gjëra. Zoti e qorton ata pikërisht për ta drejtuar Pjetrin drejt një dimensioni të thellë shpirtëror, për të kuptuar më thellë planin e Zotit, e mos mendoj me kategoritë e njerëzve.
Sepse shpeshherë kategoritë tona, nëse nuk ndryshojnë nga Zoti, nuk mund të jenë krejtësisht sakta. Për disa dikush është e mirë, për disa është e keqe. Njëri e mendon këtë formë, tjetri e mendon formën tjetër. Zoti zbuloi të vërtetën që mos ta mendojmë në forma të ndryshme, po ta mendojmë gjithmonë sipas dimensionit të qiellit. E Pietri e donte Zotin jashtëzakonisht. E donte dhe ishte shumë i përunjur. Ishte i përunjur sepse jeta e tij kishte treguar dobësitë e tij. Ditën kur Zoti u arrestua, ishte Pietri i cili u sul dhe sulmoi atë që ishte në grupin atyre që do arrestonin. Po Zoti e ndaloi. Dhe të futet thikën, thot në mill, sepse kush vret me thikë, nga thika do vdes. Pietri e bënte këtë nga dashuria e madhe që kishte Zoti, po si njëri kishte dhe dobësitë e tij. E kur e arrestuan dhe e çuan te Kajafa në gjyq, dhe Pietri së bashku me Joanin dhe me disa tjerë ndoqën pas, Pietri u tremb kur dikush i tha ti je nga nxënësit e tij, dhe moj 3 herë. Atë që më përpara kishte thënë, sikur dhe të tjerë të tronditen, unë nuk do të tronditem dhe nuk do të mohoj kurrë, përsëri e mohoi. Dhe sipas profecisë Zotit këndoi gjeli. E Pietri thohet atje doli jashtë dhe qau hidhur. Pati një pendim shumë të madh. Një pendim që është një pendim jo i njeriu të krenar, po një pendim i njeriu të përulur. Dhe Zoti jo vetëm që e fali, po Zoti e ngriti akoma më lart, sepse Pietri e donte Zotin. Episodi që bëhet mbas ngjalljes së Zotit është një episod shumë i rëndësishëm përsëri në jetën e Shën Pietrit. E thret dhe i thot Simoni biri Jonait, a më do më shumë se sa këta tjerët? E ja bën këtë pyetje 3 herë. E Pietri i erdhi keq e pyeti 3 herë, i tha, po Zot të dua, ti i di të gjitha gjërat, i njeh të gjitha gjërat. Dhe Krishti i jep një mision, kullot delet e mia. Sepse nëse nuk duam Perëndin, nuk i duam dot as njerëzit. Historia e gjatë e njerëzimit e ka treguar vazhdimisht këtë gjë. Njerëzit që nuk duan Zotin, nuk i duan dhe njerëzit e tjerë. Madje njerëzit që s'duan Zotin, fillojnë nuk duan as njerëzit e familjeve. Ja shikoni çfarë ndodh sot. Sa sherrë, gjyqje, grindje brenda familjeve, edhe vrasje shpeshherë. Sepse nëse nuk do jetë dashuria për Zotin, që do thotë për gjithçka që vjen nga mësimi i Zotit, nuk do i duam dot edhe të tjerët. E Zoti pikërisht këtë kërkon nga ne, që ta duam atë. A nëse do e duam atë, do kemi mundësi që t'i drejtojmë dhe tjerët. Nëse do e pyesim sinqerisht veten tonë thellë, a e duam ne vërtet Perëndin fort? E duam shumë në Perëndin më shumë se sa tjerët? Kjo pyetje nuk është një pyetje e lehtë për t'u përgjigjur, sepse shpeshherë, duke mos zbatuar mësimet e Zotit, është një shenjë që ne nuk e duam atë. Kush më do mua, thot Krishti, i ndjek porositë e mia. Nëse do e duam Perëndin me gjithë shpirt, e do e duam më shumë se tjerët, do i ndjekim mësimet e tij. E duke ndjekur mësimet e tij, do jemi ne që shenjtërohemi. Prandaj dhe Pietri arriti një përnjësi jashtëzakonisht madhe, pikërisht sepse njohu dobësitë e tij. Merita kryesore e shenjtorëve kjo kanë qenë, që e kuptuan që ishin dobët. Kuptuan që natyra njerëzore është zakonisht e dobët, dhe prandaj e donin dhe shumë Perëndin se kuptonin se nga çfarë i kishte shpëtuar, dhe hiri i Shpirtit Shenjtë i fuqizoi, i ndriçoi dhe i pastroi të gjithë shenjtorët. Nëse njeri nuk e kupton që është mëkatar, ai gënjen. Kështu shkruan Shën Johani. Sepse çdo njeri ka dobësitë e tij. Dhe pikërisht jeta shpirtërore është për të pastruar nga këto dobësi, për të forcuar nga prania e hirit Shpirtit Shenjtë. Kjo është jeta e çdo krishteri, një përpjekje e vazhdueshme që të jetojë çdo ditë sipas mësimeve të Zotit. Dhe nëse ne përpiqemi të plotësojmë porositë e Zotit, atëherë vetëm do kuptojmë dobësitë tona. Kështu shkruan Shën Simeoni, theologu i ri. Vetëm njerëzit të cilët përpiqen çdo ditë për të jetuar sipas mësimeve të Zotit, fillojnë dhe kuptojnë dobësitë e tyre. E njeri që dallon smundjen, do gjejë mjekimin. Shenjtorët ishin njerëz të tillë, i dalluan dobësitë e tyre dhe e gjetën mjekimin. E mjekimi gjithmonë është pikërisht në praninë e Perëndisë, e hirit Shpirtit Shenjtë. Shën Pavli, që përkujtojmë dhe atë sot, së bashku me Shën Pietrin, sepse nuk mund ndahen nga njëri tjetri. Nëse Shën Pavli nuk ishte kur Shpirti Shenjtë ra mbi apostuj, sepse në atë kohë ishte në tjetër mendime, ishte një farise i cili kishte ndjekur gjithë mësimin
çfarë ekzistonte në atë kohë, njifte shumë mirë ligjin e Mojsiut, ishte nxënësi i Gamalielit, mësuesi shumë i madh në atë kohë i mësimit judaik. Përsëri kur u kthye dhe u pakzua, shpirti i shenjtë erdhi mbi atë. Gjë që do thotë çdo njeri i pakzuar ka marrë shpirtin e shenjtë. Çfarë do thotë kjo për jetën tonë? Do thotë pikërisht këtë gjë, që gjithë secili nga ne ka potencialin për të bërë një shenjtë. Hiri i shpirtit shenjtë ndodhet ke çdo i pakzuar, por problemi qëndron që ai qëndron brenda i fshehur tek ne. Edhe ne nuk përpiqemi që ta ndezim atë dritë, që ta ndriçojë ne, e ndriçojë dhe njerëz rrotull. Shën Pavli këtë gjë bëri. Në fillim e filloi shumë keq, duke përsekutuar të krishterët. Madje aprovoi dhe vrasjen e Shën Stefanit, martirit parë. Nga zelli i madh që kishte, duke menduar se po bënte drejt, mori dokumentat dhe letrat nga të parët e Jerusalemit për të shkuar e përsekutuar të krishterët që ishin në Damask. Gjatë rrugës për në Damask ndodhi një mrekulli. Zoti u shfaq një dritë e jashtëzakonshme. Dhe i thirri me emër duke i thënë që Pavel i thotë, nuk është mirë për ty, thotë, të godasësh me shkelma gjëmbat. E kur ky i thotë, Zot, kush je ti? Thotë, jam ai që ti persekuton. Dhe nga drita e madhe u verbua. E marrën për dorë, e çuan deri në Damask, dhe Zoti u shfaq një nga nxënësve të tij Ananias që të shkonte dhe ta shëronte. Dhe ai në fillim u befasua, sepse e dinte që ky njeri ishte ai që kishte persekutuar të krishterët për shkoj. Dhe kur e shëroi atë dhe ju hapën syt, e pakzoi. Dhe Shën Pavli u kthye dhe u bë një enë e përhapjes së ungjillit. Një nga misionarët më të mëdhenj, në mos më misionari më i madh në historinë e njerëzimit, i cili shëtiti gjithë perandorinë romake të asaj kohe duke përhapur me zell të madh dhe me mençuri shumë të madhe besimin e krishterë, saqë historianët dhe shumë njerëz të tjerë thonë që Shën Pavli ka qenë instrumenti real i përhapjes kaq shumë të ungjillit kudo. Shën Joan Gojarti kishte një dashuri shumë të madhe për Shën Pavlin. Madje sa herë përmendet emrin e tij, kishte një lloj dehje shpirtërore, ndalonte dhe fillonte dhe lavdëronte Shën Pavlin, troparet e tij e gjithçka tjetër. Vetëm përmendja e emrit Shën Pavlit i jepte këtë ndjesi të jashtëzakonshme Shën Joan Gojartit, sepse ai ishte një njeri që e kishte njohur shumë mirë shkrimin e Shën Pavlit. Unë do ju rekomandoja ta lexoni letrat e tij vazhdimisht. Shpeshherë nuk kuptohen lehtë, po duke u lexuar vazhdimisht do filloni dhe të ndjeni diçka tjetër. Mësimet e tij janë jashtëzakonshme në udhëtimin tonë shpirtëror. Fuqia e tij e madhe e fjalës, prepësia e çdo mendimi që vinte nga ndriçimi i shpirtit të shenjtë ka mbetur burim frymëzimi në shekuj. Dhe ky njeri vuajti jashtëzakonisht. 7 herë rran me kamzhike, siç i bonin atë kohë, me dell kau, edhe të mbushur me plumça që për të bërë dëm akoma më të madh. E goditën me gur, donin ta vrisnin me gur. 3 herë u mbytën anijet, e arrestuan shumë herë. E megjithatë, ky vazhdoi të kishte gëzimin e Zotit në jetën e tij. Kur lexon letrat e tij, përveç shpeshherë trishtimeve që ka për mëkatet e njerëzve të tjerë, shihet gjithmonë që ishte një njeri që kishte një gëzim, sepse aty ku është Zoti, është gjithmonë gëzimi. Dhe kur i kujtojmë këto dy shenjë të mëdhenj, i kujtojmë për të imituar ata. Mundohuni të lexoni jetët e tyre. E le të kemi si modele. Gjithë secili nga ne ka nevojë vazhdimisht për këtë lloj ushqimi shpirtëror. Shpirti i njeriu është shumë delikat. Edhe trupi është delikat. Nëse rri një javë pa ngrënë, fillon të dobësohet. Shpirti akoma më delikat. Nëse nuk do ushqim çdo ditë, shpirti jon do fillojë të thahet. E kjo është ajo që ndodh në botën e sotme. Duke mos patur një jetë shpirtërore, jeta është tharë. Madje nuk është tharë vetëm jeta shpirtërore, po është tharë dhe jeta kulturore dhe jeta intelektuale, sepse dhe ato ushqehen pikërisht nga jeta shpirtërore. Është fati i madh në Kish që i kemi këto libra, pasja e ungjillit, e psaltirit, e gjithçka e tjetër, është një pasuri shumë e madhe. Ja t'ju themi diçka, si thonte Shën Joan Gojarti për psaltirin. Unë do preferoja më mirë të mos ishte dielli se sa mos ishte psaltiri. E ju e dini që një botë pa diell nuk mund të jetojë. E megjithatë, ndërmjet tyre dyve ai preferonte psaltirin. Nëse do lexojmë vazhdimisht shkrimin e shenjtë, Zoti do jetë i pranishëm tek ne. E duke qenë Zoti i pranishëm, do na mbushë gjithmonë me dritë edhe me gëzim. Amin.